Po të them vetëm ju, dhe gjithë bota. I bëj thirrje gjithë ndërkombëtarëve. Me gjithë ndërkombëtarët të dalin të folin për këtë popull të mrekullueshëm që ta mori rinijat, ta mori të hecin përpara se çu ndryshe nuk mund hesin. Dhe e dyta, kam një thirrje për Spakun. Po ju shikojmë, po ju verifikojmë për çdo lëvizje që boni. Kjo që po boni me popullin këtu mes Tiranës, do ta paguni i ditë manja me këtë. Se shko arrestonja mëzyrë, e kindi atë mëzyrë shko arrestonja, ka dalë me letra hajdu droga gjithë ai ka. Ashtë të tallesh me këtë popull me 2 milion banor, është torbe më i madh në histori. Le ta mojmë të rit. Çfarë ka sipas teje një gjë që shkon në Shqipëri? Që shkon në Shqipëri këtu unë për veten time u bona 55 vjeç u smaj me të shkoj në gjë këtu. Flas 13 vjetët e tij. Mëshi, prandaj që t'ja lejmë të rivet, punojnë ata, tregullona, heci përpara veni, ta mojnë të rit Allah, o koha për të rit. Unë jam i djathtë, kam qenë i djathtë do vdes i djathtë, po ta mojnë të rit. Largohen të dy forcat, vazhdojnë punën. Nuk shoh kështu, unë kam respekt asnjëherë. Hajde, faleminderit. Përpara të rit. Referendumi duhet sa më shpejt. Referendumi duhet sa më shpejt. Çfarë ta bërë ty dalësh në protestë? Urdhë? Çfarë ta bërë ty dalësh në protestë? Dalëshëm pensionit, nuk na ka dhënë drejta tona. Për ata, s'na ka dhënë drejta tona, për ata. Hajduhet i vjen, i banaminen dhe zotëria, i banaminen, kryeministi. Qartë ai, kush është ai? Kush është ai si vjen i këtë gjithë, ai i ban aminen dhe asaj pune. Aja kriminal vetë, me gjithë shokët e vetë. Sa vetë i ka burgari? Halal ja u bërë zoti ju, sidomos ti, asma mësa. Aja s'mani ti? Halal ta bërë zoti si ke punu me nërshmëri. O për vetë i thëmë, referendum sa më shpejt. Atëherë janë këto komunikimet e qytetarëve, ndërkohë që qytetarët janë mbledhur tek sheshi Skënderbej, duke thirrur revolucion. Keni dorim se kemi shumë njerëz që kanë ngellur të blokuar në rrugë dhe janë duke ardhur në kam. Keni dorim, mos bini prej provokimeve, sepse kjo protest ka që bukur, ka marrë dheun e gjithë bota, dhe uroj që mbas vendosjes së qëllimit final, që shqiptarët kanë një ëndër të vetme, çlirim nga kjo klasë politike 35 vjeçare, ky revolucion të përhapet në të gjithë botën. Kjo është revolucioni i shqiponjave, sepse Shqiponia është simboli që fluturon në lloqit më të larta. Ate kemi pas se si kanë pak një bashkërendim pozita dhe opozita. Mbani men fjalimet e ditës parë, ditës 2, 3, 4, i mbani men fjalimet. Ju kujtohet çfarë thonte Saliu me Edi në fillim të protestës apo jo? Kur ne kemi dalë dhe kemi thënë Rama në burg, Berisha në burg, ne nuk kemi llogarit në ngata. Ata janë në ngata nga populli shqiptar, ne nuk na intereson çfarë hesate kanë në botë. E dini ju që kërcënimet më të mëdha që na vinë, janë nga njerëzit e
që të na dërgojnë kërcënime. Dhe kjo tregon që jo vetëm janë një, pa ato kanë qenë një. Problemi më i madh ka qenë që populli shqiptar nuk ka arritur ta përfitet, ta kuptoj. Për arsye të analistave, të cilët përmes mafjes politike dhe përmes mafjes e cila ka kapur tën Shqipërinë, ata ju kanë bërë një trush përlarje duke hedhë topin sande e sa këtej. Ne nuk jemi kundër partive, ne jemi kundër kastës politike që ka marrë vend dhe kërkojnë çlirimin e partive. Opozita shqiptur, 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 opozita shqiptur. Besoj që e keni vënë 5 ditët e fundit se si element caktuar të opozitës kanë tentuar me bekimin e opozitës kanë tentuar të kapin protestën ose kanë tentuar të aprishin këtë magji. Por nuk janë arrit. Nuk e kanë arrit dhe s'do ja arrin dot. Sepse kjo magji ka vetëm një. Populli shqiptar zgjuar dhe nuk do ja arrin kurrë. Ne kemi plot njerëz të mirë, si në opozit. Por, këta njerëz, kjo rini nuk është lejuar, nuk ka lejuar nga kasta politike, nga Bishja, Edvin dhe Sali. Nuk është lejuar.